Në Këshillin Bashkiak të Maliqit është miratuar raporti i parë i monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2025. Sipas këtij raporti, buxheti është realizuar në masën 40%, është shprehur kryebashkiaku Gëzim Topçiu, duke dhënë edhe një pasqyrë të realizimeve gjatë kësaj periudhe. Realizimi i buxhetit është në masën 40% për efekt buxhetit vjetor. Duhet jemi të vetëdijshëm që ka qenë një periudhë zgjedhore, periudhë me ngarkuar. Në zërat e tjerë, po të shikoni shpenzimet, jemi në nivelet të kënaqshme, jemi pothuajse në shumicën e zërave ose programeve buxhetore në një nivel më të lartë se një vit më parë. Po të analizojmë treguesit financiar të vitit 2024 dhe planin e 2025-s, raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurat të përgjithshme redukton 54.6%. Ky tregues është një nivel pozitiv dhe për vitin 2025 synojmë për ta realizuar 100%. Raporti i të ardhurat, siç e thash, ka një ngërç i cili duhet ngrihet në një nivel më të lartë. Raporti i shpenzimeve me investimet kapitale është realizuar 14.6% me një tregues pozitiv gjatë vitit, mendojmë ta përmirësojmë. Në këtë mbledhje është kryer gjithashtu një ndryshim në zërat e buxhetit për vitin 2025, pasi me fondet e kursyeera nga prokurimet publike është menduar të sistemohen varezat në fshatrat Podgorie, Sovjan, Pojan, Zëmblak dhe Vloçisht.